sigurisht që dhuna e çfarëdo lloj forme, verbale apo fizike, është jashtëzakonisht e ndaluar dhe duhet jetë e ndaluar dhe ky nuk është emisioni që duhet të përçojë mesazhe të tilla, është emision që duhet të përçojë mesazhe sociale. Por unë besoj lëndrimin që e ka bërë në formë shakaje dhe dashurie, ai sigurisht që është shumë ngacaman, ai e ka pozicionuar veten e tij më qartë se të gjithë banorët e tjerë këto ditë, që është kjo natyra që ngacmon, që atakon, që i kërkon t'i çojë banorët në limite, me batutat që hedh, me mënyrën e shakave që bën, dhe është pozicionuar në këtë rol, dhe le të themi. Por që ai ka qenë një gest shakaje, unë këtu e besoj. E besoj. Por sigurisht që duhet pasur shumë kujdes, sepse në televizion, edhe gjestet e vogla që në jetë mbase nuk i vëmë re shumë, në televizion amplifikohen dhe evidentohen shumë. Dhe për këtë gjë duhet pasur kujdes. Leonora, mendon pikërisht që lundrimi këtë që ka bërë për të provokuar, apo thjesht shaka? Lundrimi është personazh kogja kontravers. Shumë energjik dhe është i krijuar pikërisht për këtë lojë. Unë nuk besoj që sjellja e tij ka qenë e qëllimshme, natyrisht që atë e ka bërë për të provokuar dhe nuk është e hishme. Padyshim mirë, po unë mendoj që nuk ka qenë e qëllimshme.